Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Kam marrë informacionet që doja. Sara i bën gropën vetes, deklarata e saj e fortë. Sidomos mjaftonin kritikat e shumta dhe debatet që Sara nxit shpesh në rrjetet sociale me sjelljen e saj brenda në fermë. Një deklaratë e saj e fundit duket se ka trazuar sërish ujërat dhe e ka vendosur atë në një pozitë të vështirë. Gjatë një bisede të qetë me vajzat e tjera të fermës, Sara ka bërë një rrëfim të papritur që ka habitur jo pak banorët, ashtu edhe publikun e gjerë që po e ndiqte live. Ajo ka zbuluar hapur se ka marrë informacione nga jashtë. Në deklaratën e saj, Sara shprehet: "I ka marrë informacionet që kam dashur, edhe për fan klubin, mi kanë thënë." Ndjekësit tashmë po pyesin se si ka arritur ajo të komunikojë për botën e jashtme dhe kush i ka përcjell këto detaje. Mbetet për të parë se si do të reagojë produksioni pas këtij pranimi të hapur nga ana e Sarës dhe nëse do të ketë masa disiplinore ndaj saj në spektaklin e radhës.